Po çfarë është ky sistem? Është që ti je qytetar kinez, jeton në Pekin dhe ti je në të gjithë kohën në surveyim dhe the merit point system, sistemi i pikëve të meritokracisë. Ti për shembull nëse e shan qeverinë, ty të hiqen gjitha pikët dhe ti bllokohesh totalisht, ti vdes. Por ti je qytetar i bindesh diktaturës, Partisë Komuniste, nuk e hap gojën, po fjala të bie një letër nga xhepi dhe kur të bie letra nga xhepi, ti nuk e mbledh letrën. Po kur të bie një letër nga xhepi, ti nuk e mbledh atë letër, ty të hiqen pikët direkte. Edhe të hiqen pikë nga kjo pika e meritokracisë dhe kjo çfarë është? Kjo është një job digital. Një tekno-feudalizëm. Domethënë, nëse në periudhët e mesjetës feudalët evropian i sklavorizonin njerëzit nëpërmjet tokës, ku feudali sigur bëni për shembull mbretërit rus me këta hazarët që fut përpara kohës së Aleksandrit të dytë, që i kishin bërë gjithë bujkrobër, dhe ti si bujkrob që je, duhet jetosh te kjo ngastra e tokës, do punosh, gjysmën e prodhimit do ta marri mbreti. Ishin ato palet që quhesh. Shtetël, apo pale settlement. Po, pale settlement. Ti ishe aty nga momenti që lindje derisa vdisja dhe ti nuk ikje dot ku. Dhe ky është sklavërizimi primitiv që i ndodhte popujve të Evropës në kohën e mesjetës, po kjo ishte gjithandej edhe në Evropë. Biles në Irland, feudalët dhe kisha dhe mbreti, ai shumë i kishin sklavërizuar evropianët, saqë ti nëse do ishe një bujkrob, sklavëruar, pse e thua sklavërizuar? Po, ti nëse e kam humbur shqipen,